Dielli I pasdites po perëndonte mbi qytetin e vogël të Valdemosës, duke shpërndar rrezet e tij të ngrohta mbi dyqanet e vogla që linë rrugët me një aromë të lehtë kafeje dhe bukë të freskët. Në një nga rrugicat e ngushta të qytetit, dyqani I vogël Petra Strasures tërhoqi sytë dhe një kalimtari që dukej se vinte nga një botë tjetër. Petra, pronarja dhe shitësja e vetme e dyqanit, ishte një grua e re, me flokë të zeza dhe sy të kaltër që shndrinin në dritën e perëndimit të diellit. Ajo ishte e njohur për mënyrën e saj të qetë dhe fisnike, por edhe për sinqeritetin e saj të pakompromis. Kjo ditë nuk dukej ndryshe nga të tjerat, derisa dera u hap dhe një burr I veshur me kostum të errët. I njohur për statusin e tij të pasur dhe fuqinë që kishte mbi qytetin, hyri brenda. Ai mbante një çantë të madhe prej lëkure dhe një pamje të vendosur, por e shoqëruar me një arrogancë të dukshme. Ishte Leonardo Marchesi, një sipërmarrës I suksesshëm, por gjithashtu I njohur për egërsinë dhe mënyrën e tij të pamëshirshme për të marrë atë që dëshironte. Kur Petra e pa Leonardon duke u afruar, ajo nuk mundi të mos ndjejë një shtrëngim të lehtë në stomak. Nuk ishte hera e parë që njerëz si ai hynin në dyqan të pasur, të fuqishëm, që mendonin se mund të blinin gjithçka, përfshirë respektin dhe mirësinë e saj. Por ajo nuk ishte si të tjerat. Leonardo u afrua te raftet e zbukuruara me bizhuteri të dorës së parë, duke shikuar me vëmendje secilin objekt. Pas pak, ai ngriti një kuti të vogël, e hapur, ku ndodheshin unaza prej ari dhe diamanti. Me një buzëqeshje të ftohtë, ai nxori një grusht kartmonedash dhe I hodhi mbi tavolinën para Petres, me një mënyrë që nuk linte vend për dyshim. Kishte para për çdo gjë, madje edhe për respektin e saj, por Petra, me qetësinë e saj karakteristike, ngriti syt nga unazat dhe shikoi Leonardon me një shikim të fortë dhe të qartë. Pa u trembur nga paraja e tij, pa u lëkundur nga arroganca e tij, ajo tha vetëm një fjali: "Parat nuk blejnë dinjitetin." Leonardo mbeti për një moment I çuditur. Asnjëherë nuk e kishte përjetuar këtë, askush nuk I kishte kundërshtuar të tillë në jetën e tij. Një ndjenjë e papritur sikur një dorë e padukshme e shtrëngoi zemrën dhe pa e kuptuar, ai uli kokën. Pjesa 1. Përplasja e botëve, fillimi I dramës. Petra I hodhi një sy Leonardos dhe më pas ju kthye raftit me bizhuteri, duke vendosur një unaz të veçantë mbi tavolinë. Ishte një unaz e punuar me dorë, me një gur të vogël të kaltër që dukej sikur mbante një histori të fshehur brenda. Ajo nuk I shikoi syt, por ndjeu një dridhje të lehtë të ambientit. Leonardo, nga ana e tij, nuk mund të largohej pa u ndjerë I prekur nga fjalët e saj. Nuk ishte përpara, ishte mënyra se si ajo e kishte sfiduar, një mënyrë që askush tjetër nuk e kishte bërë. Unë nuk e kuptoj, tha ai, duke u përpjekur të rimarrë kontrollin. Çfarë do të thotë kjo? Unë mund të jap gjithçka që dëshiron. Petra u kthye ngadalë dhe e shikoi për disa sekonda, aq sa duhej për të kuptuar se Leonardo po përpiqej të ruante një fasadë të fuqishme, por brenda ndjehej një pasiguri e papritur. Gjithçka që mund të japësh nuk është ajo që ka rëndësi, tha ajo. Zëri I saj I qetë por I vendosur, duke e detyruar Leonardon të ndalonte për një moment dhe të mendonte për fjalët e saj. Një heshtje e çuditshme mbuloi dyqanin. Vetëm tingulli I sahatave dhe një kafe që pije nga klientët e rrallë në qoshin e ndërpriste atë. Leonardo dhe kuptoi diçka që nuk e kishte kuptuar kurrë më parë. Asnjë gjë nuk kishte aq peshë sa respekti dhe dinjiteti I një personi të vërtetë. Ai nuk mund të blinte atë, edhe me të gjitha pasuritë e tij. Në këtë moment, një ndjenjë e papritur e humbjes e pushtoi. Ai ul në një karrige pranë dyqanit dhe nisi të shikonte objektet e thjeshta dhe të bukura rreth tij, unazat, varset dhe shportat me gur të çmuar. Ishin të bukura, por nuk mund të përballonin atë që Petra I kishte thënë me aq thjeshtësi dhe fuqishmëri. Petra, duke ndjerë ndryshimin në sjelljen e tij, nuk e pyeti më për paratë. Ajo e shikoi nga larg dhe I dha hapësirën për të reflektuar. Kishte diçka të pazakontë në këtë njeri të pasur që, për herë të parë, po ndjente rëndësinë e fjalëve mbi pasuri. Kjo ishte vetëm fillimi. Brenda Leonardos po linte një përzierje e ndjenjave që nuk I kishte provuar kurrë: respekt, ndjenja faji dhe një lloj kënaqësie të heshtur për kurajon e Petres. Ai e kuptoi se ndoshta ajo grua, e vogël dhe e qetë, kishte fuqinë për të ndryshuar diçka në jetën e tij. Petra vazhdoi punën e saj, por në mendjen e saj, një zë I vogël thoshte se Leonardo nuk ishte si të tjerët.
Ndonjëherë, njerëzit që duken më të pasur dhe më të fuqishëm janë ata që kanë më shumë nevojë për një leksion të vogël mbi jetën. Dhe ndoshta, ajo ishte gati ta jepte këtë leksion. Pas momentit të parë që Leonardo uli kokën, diçka ndryshoi brenda tij. Nuk ishte më ai njeri arrogante që mendonte se gjithçka mund ta kishte me para. Ndjenja e sfidës nga Petra ishte një goditje e lehtë, por e fuqishme, që e bëri të ndalonte dhe të mendonte për jetën e tij. Ai nuk e pranoi menjëherë këtë ndjesi, krenaria e tij ishte e madhe, por një kuriozitet i papritur e shtyu të qëndronte. Unë kam nevojë të di më shumë për këtë vend, tha Leonardo, duke u përpjekur të fshehë pasigurinë që ndiej në zërin e tij. Si është e mundur që dikush mund të qëndrojë kaq i qetë përballë një njeriu si unë? Petra e shikoi nga larg dhe buzëqeshi pak, pa e humbur asnjëherë qetësinë e saj. Kjo nuk ka të bëjë me ty, tha ajo thjesht. Ka të bëjë me mua. Unë kam mësuar të qëndroj e palëkundur, sepse nuk mund të lejoj askënd të më blejë atë që jam. Leonardo mbeti pa fjalë për disa sekonda. Nuk ishte mësuar kur të dëgjonte dikë të fliste në këtë mënyrë, pa frikë, pa respektin e shantazhit të pasurisë. Ishte si të dëgjojë një melodi të bukur në një botë të shurmshme, diçka që nuk e kupton deri në momentin që e ndjen. Ai ul pranë një tryeze të vogël ku Petra shërbente klientët e saj. Ndonjëherë ajo e shikonte me vëmendje dhe ndonjëherë e shmangte syrin e tij, por gjithmonë ruante një përzierje të butësisë dhe vendosmërisë. Leonardo ndjeu një dëshirë të çuditshme për të njohur më shumë këtë grua, jo për pasurinë që mbanin gjërat e saj të bukura, por për vetë Petrën. Le të flasim pak, tha ai më në fund, duke e pranuar se nuk mund të largohej pa e bërë këtë. Petra ngriti një vetull, e kujdesshme, por nuk u largua. Ajo e kuptoi që sfida nuk kishte të bënte vetëm me para, por me një njeri që po përpiqej të kuptonte një botë tjetër, botën e saj. Leonardo filloi të tregonte për jetën e tij. Ishte një njeri i fuqishëm, me kompani të mëdha dhe vendime që ndryshonin jetën e qindra njerëzve. Por ndërsa fliste, Petra kuptoi diçka të pazakon, pas fuqisë dhe pasurisë që ai tregonte me kaq siguri. Fshihej një boshllëk i madh. Një ndjenje e vetmisë që askush nuk mund ta blinte. Duket sikur gjithçka ka kuptim për ty, tha Petra, me zërin e saj të qetë. Por shoh një boshllëk që nuk mund të mbushësh me asgjë që blen. Leonardo e shikoi atë me habi. Nuk kishte menduar kurrë që dikush të lexonte më shumë se pamja e tij e jashtme. Një ndjenjë e çuditshme e ngrohjes u përhap në gjoksin e tij. Petra nuk po e gjykonte, por po i tregonte të vërtetën që askush tjetër nuk e kishte thënë. Ditët e ardhshme, Leonardo filloi të kthehej në dyqan më shpesh. Nuk vinte më vetëm për gjërat që mund të blinte, por për të parë Petrën dhe për të kuptuar më shumë për botën e saj. Ai filloi të bënte pyetje të thjeshta për gjërat që ai nuk kishte kuptuar kurrë, si Petra zgjedh unazat, çfarë historie kishte pas çdo guri dhe si mund të qëndrosh kaq e qetë në një botë të çmendur. Petra, nga ana e saj, nuk e lejonte Leonardon të hynte shumë në jetën e saj, por gjithmonë përgjigjej me sinqeritet. Ishte si një lojë e hollë, ai afronte, ajo shmangte, ai pyeste, ajo përgjigjej me kujdes. Por diçka po linte mes tyre, një respekt i heshtur, një lidhje që nuk mund të shpjegohej vetëm me fjalë. Një pasdite, ndërsa Leonardo po shikonte një unaz të veçantë, Petra e ndaloi dhe tha, "Shiko këtë. Nuk është e jashtme ajo që e bën të veçantë, por historia që mban brenda. Gjithçka ka një kuptim nëse di si të shikosh." Leonardo e mori unazën në dorë dhe e shikoi me kujdes. Nuk ishte më thjesht një objekt, ishte një mesazh, një dritare në botën e Petres. Ai ndjeu një ndjenjë të re që nuk kishte provuar kurrë, një dëshirë për të kuptuar më shumë për ditë që nuk mund ta blente me asgjë. Ditët kaluan dhe raporti i tyre u bë më i ndërlikuar. Leonardo nuk mund të shmangte mendimet për Petrën kur ishte larg dyqanit. Ajo nuk ishte vetëm një grua e bukur që mund të admironte, ajo ishte një person që sfidonte mënyrën e tij të menduarit, një person që e bënte të ndihej i vogël dhe i madh në të njëjtën kohë. Një pasdite, ndërsa rrinte pranë dritares së dyqanit, Petra tha diçka që ndryshoi gjithçka. Leonardo, ndonjëherë nuk është paraja që të bën të fuqishëm, por guximi të qëndrosh i ndershëm ndaj vetes. Ai e kuptoi menjëherë se nuk mund të kthehej mbrapsht.
Fjalët e saj I hynë në zemër dhe zgjodhen të mos jenë vetëm një mësim për të, por një ndjenjë që po lindte pa leje. Ai nuk mund të shmangte atë tërheqje, dhe as Petra nuk e shmangu dot atë ndikim të papritur që kishte mbi të, por gjithçka nuk ishte kaq e thjeshtë. Një misteriozitet I ri po lindte nga e kaluara e Leonardos dhe një seri ngjarjesh të paparashikueshme do të testonte kufijtë e tyre. Brenda Leonardos dhe Petres po lindte një histori që do të sfidonte pasurinë, fuqinë dhe ndoshta edhe rregullat e jetës që ata mendonin se I dinin. Ditët që pasuan, Leonardo vazhdoi të vinte në dyqan. Por tani nuk vinte thjesht nga kurioziteti, diçka më e thellë po e tërhiqte. Ai ndjente një emocion të çuditshëm kur Petra e shikonte me qetësi, duke mos I dhënë asnjë shenjë dobësie apo admirim për pasurinë e tij. Ajo ishte një sfidë e vazhdueshme për të, dhe kjo e irritonte dhe e tërhiqte njëkohësisht, një pasdite, ndërsa Petra po rregullonte raftet me bizhuteri të dorës së parë, dera u hap papritmas dhe një burr I panjohur hyri me shpejtësi. Ishte I gjatë, me flokë të errët dhe sy të fortë që shikonte gjithçka rreth vetes me një tension të dukshëm. Ai e pa Leonardon dhe menjëherë fytyra e tij ndryshoi. Leonardo. Pyeti ai, zëri I tij I ftohtë dhe I ashpër. Leonardo ngriti kokën, papritur I përfshirë nga një ndjenjë shqetësimi. Nuk kishte pritur që e kaluara e tij të kthehej në këtë mënyrë. Petra, duke parë tensionin që po rritej, e kuptoi se diçka po ndodhte që mund të prishte qetësinë e saj. Leonardo, kush është ky? Pyeti ajo, me një zë të qetë, por të vendosur. Është një njohje e vjetër, tha Leonardo, duke përpiqur të kontrollonte situatën. Por Petra ndjeu se diçka nuk ishte e thjeshtë. Burri I panjohur ju afrua Leonardos dhe foli me një ton kërcënues. E di gjithçka për ty, nuk mund të mendosh se mund të ikësh nga përgjegjësitë tua. Gjithçka që ke ndërtuar mund të shkatërohet në një moment. Leonardo u ndal për një moment. Zemra I rrite fort dhe një ndjenjë paniku filloi të shfaqej. Ai nuk kishte përballuar kurrë një sfidë të tillë që nuk mund ta blinte me para. Petra, nga ana e saj, qëndroi e qetë dhe e vëzhgoi situatën me kujdes. Ajo e kuptoi se kjo nuk ishte vetëm një kërcënim për Leonardon, por mund të ndikonte edhe në të ardhmen e dyqanit të saj. Leonardo, duhet të jemi të kujdesshëm, tha ajo në mënyrë të qetë, por e fortë. Çfarëdo që ka ndodhur më parë nuk duhet të na përfshijë këtu. Por Leonardo nuk mund të largohej. Një pjesë e së kaluarës së tij ishte kthyer dhe kërkonte llogari. Ai nuk mund të lejonte që e kaluara e tij të shkatëronte diçka që po fillonte të bëhej e rëndësishme për të. Petra, duke parë shqetësimin e tij, e kuptoi se Leonardo po përballej me një betejë që nuk kishte lidhje me pasurinë, ishte një betejë për të shpëtuar nderin dhe jetën e tij. Pas disa minutash tensioni, burri I panjohur u largua, por fjalët e tij lanë një shenjë të thellë. Leonardo qëndroi aty, I shokuar dhe I shqetësuar. Petra I u afrua ngadalë dhe vendosi një dorë mbi krahun e tij. Një gjest I vogël por I fuqishëm. Çfarëdo që ka ndodhur, ti nuk je vetëm, tha ajo. Ne mund ta përballojmë së bashku. Leonardo e shikoi Petrën dhe ndjeu diçka që nuk kishte ndjerë kurrë më parë, një ndjenjë mbështetje dhe ngrohtësie që nuk mund të blihej me asnjë shumë parash. Ai e kuptoi se ndoshta Petra nuk ishte thjesht një sfidë për të, por dikush që mund të ndryshonte mënyrën e tij të menduarit dhe ndoshta edhe jetën e tij. Pas këtij momenti, Leonardo filloi të tregonte më shumë për veten e tij. Ai I rrëfeu Petres se kishte bërë gabime të mëdha në të kaluarën, marrëveshje që kishin lënë plagë në zemrën e njerëzve të tjerë. Dhe se pasuria e tij nuk kishte mbushur kurrë boshllëkun që ndiej brenda tij. Petra e dëgjoi me durim dhe pa gjykim, dhe kjo e bëri Leonardon të ndiej më I lehtësuar se kurrë. Leonardo, të gjithë kemi të kaluar, tha Petra. Por ajo që bën tani, mënyra si vepron sot, është ajo që ka rëndësi. Nuk mund të ndryshosh të kaluarën, por mund të zgjedhësh të jesh ndryshe tani. Këto fjalë ishin si një dritë që shpërtheu në errësirën e tij të brendshme. Leonardo ndjeu një nevojë të papritur për të ndryshuar, jo vetëm për veten, por edhe për të ardhmen që mund të kishte me Petrën. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo grua e vogël dhe e fortë do të bëhej më shumë se një mikesh, do të bëhej një pjesë e jetës së tij që nuk mund ta imagjinonte më parë. Por sfidat nuk kishin mbaruar.
E kaluara e Leonardos do të kthehej sërish në mënyra që askush nuk mund të parashikonte, dhe Petra do të duhej të zgjedhte mes mbrojtjes së vetes dhe të qenit pjesë e jetës së një njeriu që po mësonte të ishte më shumë se pasuria dhe fuqia e tij. Ditët kalonin, por Leonardo nuk mund të çlironte mendjen nga ajo që kishte ndodhur me burrin e panjohur që kishte shfaqur të kaluarën e tij. Ai ndjente një tension të brendshëm që nuk e kishte provuar kurrë më parë, ndjenja e frikës, faji, por edhe një dëshirë e çuditshme për të mbrojtur atë që fillonte të bëhej e rëndësishme për të. Dhe kjo gjë, natyrisht, ishte Petra. Petra vazhdonte të punonte në dyqan si zakonisht, duke shfaqur qetësinë dhe vendosmërinë që e kishin bërë të respektuar nga të gjithë klientët. Por ajo e kuptoi menjëherë që Leonardo nuk ishte më ai njeri i zakonshëm që vinte për të blerë bizhuteri. Diçka ishte ndryshuar brenda tij, një lloj butësie dhe ndjeshmërie që nuk e kishte treguar kurrë më parë. Një pasdite, ndërsa dyqani ishte i qetë, Leonardo u ul pranë tryezës ku Petra po vendoste disa varse të reja. Ai mbajti dorën mbi tavolinë, duke u përpjekur të gjejë fjalët e duhura, por ndjenja që ndjente ishte e fortë dhe e pakapshme. Petra. Kam bërë shumë gabime, tha ai, duke shikuar tek ajo, sy më sy. Dhe nuk e di nëse mund t'i shlyej dot të gjitha. Por diçka më ka ndryshuar që kur të pash për herë të parë. Ti më ke bërë të ndjej diçka që nuk e kam ndjer kurrë më parë. Petra e shikoi Leonardon me kujdes. Ajo e kuptoi se këto fjalë nuk ishin thjesht një deklaratë. Ishte një hap i madh nga njeriu që ishte mësuar të kontrollonte gjithçka me para dhe pushtet. Leonardo, tha ajo, zëri i saj i qetë, ndoshta ti nuk e kupton akoma, por unë nuk jam thjesht një person që mund të ndikosh. Unë nuk do të gjykoj për të kaluarën tënde, por duhet të dish që çdo zgjedhje e bërë tani ka pasoja. Leonardo e kuptoi menjëherë se Petra nuk po fliste vetëm për të kaluarën e tij, por edhe për atë që mund të lindte mes tyre. Ajo po e sfidonte të tregonte një version të vërtetë të vetes, dhe jo një fasadë të fuqishme dhe të pasur. Një seri ngjarjesh papritmas u shfaqën në jetën e Leonardos. Një ish partner biznesi, që kishte mbetur me hidhërim nga marrëveshjet e kaluara, filloi të përpiqej ta prishte reputacionin e tij. Dokumente të fshehta, letra kërcënuese dhe mesazhe që i rikujtonin gabimet e mëparshme, të gjitha këto e detyruan Leonardon të përballej me të kaluarën që kishte përpjekur të fshinte. Petra e kuptoi se Leonardo nuk ishte thjesht një njeri i pasur që mund të blinte gjithçka, por një njeri që po luftonte me pasojat e zgjedhjeve të tij. Ajo filloi të ndihmonte në mënyra të vogla, këshilla, mbështetje emocionale dhe një sy i kujdesshëm për të mos lejuar që problemi të përhapej jashtë dyqanit. Një mbrëmje, pasi dyqani u mbyll, Leonardo dhe Petra qëndruan vetëm. Një heshtje e rëndë mbuloi dhomën, por nuk ishte e pakëndshme. Ishte një heshtje e ngrohtë, e mbushur me ndjenja që po lindnin mes tyre. Petra. Nuk e di si do ta përballoj këtë, tha Leonardo, duke ulur kokën. Por di që nuk dua të humbas diçka të rëndësishme për shkak të së kaluarës sime. Petra ju afrua ngadalë dhe vendosi dorën mbi krahun e tij. Leonardo, tha ajo, çdo njeri ka të kaluarën e vet, por ajo që zgjedh të bësh tani tregon se kush je vërtet. Mos lejo frikën të pengojë të ndjesh atë që është e vërtetë. Në atë moment, Leonardo ndjeu diçka që nuk mund të përshkruhej me fjalë. Një ndjenje e fortë dhe e papritur, ndjenja e pranimit dhe dashurisë që lindte në heshtje. Ai kuptoi se Petra nuk ishte thjesht një grua që sfidonte krenarinë e tij, por dikush që po i tregonte se ishte e mundur të ishte më shumë se pasuria dhe fuqia e tij, por historia e tyre nuk ishte vetëm një rrugë e qetë drejt lumturisë. E kaluara e Leonardos, sfidat e jashtme dhe tensionet që po lindnin nga marrëdhëniet e tij të mëparshme, do të testonin çdo ndjenjë, çdo vendim dhe çdo hap drejt një të ardhmeje që mund të ishte e bukur, por gjithashtu e rrezikshme. Petra dhe Leonardo, megjithatë, po mësonin të besonin tek njëri tjetri, një hap i vogël për një botë që nuk mund të bliheshin me asnjë shumë parash. Një hap i madh drejt një lidhjeje që nuk kishte të bënte me pasurinë, por me respektin, ndershmërinë dhe ndjenjat e vërteta që po lindnin mes tyre. Ditët që pasuan ishin të mbushura me tension dhe ankth për Leonardon. Dokumente të fshehta nga e kaluara e tij, letra kërcënuese dhe ish partner biznesi që donin hak, e detyruan të ishte në gatishmëri të vazhdueshme.
Ai nuk mund të shpëtonte nga frika që gjithmonë e ndiqte, por tani kishte një arsye të fortë për të luftuar. Petra e kuptoi menjëherë se Leonardo po përballej me sfida që nuk mund të zgjidheshin me pasuri apo pushtet. Ajo nuk ishte vetëm dëshmitare, ajo u bë mbështetje e tij e palëkundur. Në çdo hap të vështirë, Petra qëndronte pranë tij, duke i dhënë kuraj dhe besim. Ajo e mësonte të përballej me të kaluarën e tij dhe të mos largohej nga ajo që ndjente në zemër. Një pasdite, ndërsa Leonardo po shqyrtonte disa dokumente që mund të rrezikonin reputacionin e tij, dera e dyqanit u hap papritmas dhe një burr i madh dhe serioz hyri brenda. Ishte një nga njerëzit që kishte punuar me të në të kaluarën dhe që kishte pasur humbje nga marrëveshjet e tij. Ai e shikoi Leonardon me një buzëqeshje të ftohtë. "Leonardo Marchesi", tha ai, zëri i tij i rënë. "Ka ardhur koha të paguash për çdo gabim që ke bërë." Leonardo ngriti kokën, zemra i rrite fort, por nuk u trem. Kjo nuk ishte thjesht një përballje me një njeri të jashtëm, ishte një provë për të treguar se ai kishte ndryshuar. Petra qëndroi pranë tij, pa frikë, dhe i dha një sy të qartë dhe vendosmëri që i dhan Leonardos forcë. "Unë nuk jam ai që isha më parë", tha Leonardo me zë të qetë, por të vendosur. "Dhe tani nuk mund të më frikësosh më. Çfarëdo që ka ndodhur në të kaluarën, tani duhet të qëndroj për atë që është e drejtë dhe për njerëzit që dua." Burri e shikoi me dyshim, por pa kuptuar si të vepronte. Petra ju afrua Leonardos dhe i vendosi dorën mbi krah, një gest i thjeshtë, por i fuqishëm. Ai ndjeu ngrohtësinë e saj dhe fuqinë që i jepte pranisë së saj. "Petra", tha ai, duke u kthyer tek ajo. "Nëse nuk do të ishe ti, nuk e di nëse do ta kisha këtë forcë." Petra buzëqeshi dhe për një moment gjithçka u bë e qetë. Tensioni, frika dhe ankthi dukeshin të largoheshin. Një ndjenjë e re, dashuria, po mbillte rrënjë brenda zemrës së Leonardos. Në këtë moment, Leonardo kuptoi se nuk mund të largohej më nga ndjenjat e tij. Ai kishte luftuar me të kaluarën, kishte përballuar sfidat, dhe tani ishte koha të zgjidhte zemrën e tij mbi gjithçka tjetër. Ai ju afrua Petras, e kapoi dorën dhe e shikoi drejt në sy. "Petra", tha ai, zëri i tij i ngrohtë dhe i vendosur. "Nuk mund të vazhdoj të jetoj pa të kuptuar se çfarë ndjej për ty, ti më ke ndryshuar, dhe nuk dua të humbas. Do të më lejoje të isha pjesë e jetës tënde?" Petra e shikoi Leonardon për disa sekonda. Ajo ndjeu tërheqjen, respektin dhe ndershmërinë që dilnin nga çdo fjalë e tij. Ajo e kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një rrjedhë emocionale, por një zgjedhje e vërtetë, një zgjedhje që mund të ndryshonte jetën e tyre. "Leonardo", tha ajo, zëri i saj i qetë, por i vendosur. "Unë kam parë ndryshimin brenda teje. Dhe po, unë do të lejoj të jesh pjesë e jetës sime. Por vetëm nëse je i gatshëm të jesh i ndershëm dhe i vërtetë çdo ditë." Leonardo buzëqeshi, duke ndjerë një lehtësim të papërshkrueshëm. "Do të jem", tha ai. "Premtoj." Në atë moment, dyqani i vogël u mbush me një qetësi të veçantë, një ndjesi që diçka e rëndësishme dhe e bukur kishte lindur. Një lidhje që kishte filluar me sfidë dhe tension, tani po përhapej me respekt, dashuri dhe ndjeshmëri, por historia nuk mbaronte këtu. E kaluara do të kthehej her pas here, sfidat e jashtme do të provonin forcën e lidhjes së tyre, dhe çdo vendim do të kishte rëndësi. Por tani, në këtë moment, Leonardo dhe Petra kishin bërë zgjedhjen më të rëndësishme, të besonin tek njëri tjetri dhe të lejonin ndjenjat e tyre të drejtonin rrugën e ardhshme. Ditët pas përballjes së madhe ishin më të qeta, por tensioni i së kaluarës së Leonardos nuk ishte zhdukur plotësisht. Ai kishte mësuar një gjë të rëndësishme: fuqia dhe pasuria nuk mund të zgjidhnin gjithçka. Një njeri nuk bëhet i fortë vetëm me para, ai bëhet i fortë me vendosmërinë për të bërë gjën e duhur dhe për të ndjerë pa frikë. Petra vazhdoi të qëndronte pranë tij, duke e mbështetur në çdo hap. Ajo nuk ishte më thjesht një grua që ai admiroi nga larg, ajo ishte partnerja e tij, dikush që do të qëndronte pranë tij në sfida dhe suksese. Për Leonardon, kjo ishte e re dhe e çuditshme, dikush që nuk mund ta blinte, dikush që zgjedh të jetë aty nga zemra e saj. Jo nga ndonjë interes. Një mëngjes, ndërsa qyteti ishte ende i gjumë, Leonardo dhe Petra vendosën të dilnin jashtë dyqanit për një shëtitje të qetë. Rruga e ngushtë dhe e mbushur me dritë të butë dielli duket e thjeshtë,
por për ta ishte një hap i madh. Të dy ndjenin një qetësi që nuk e kishin provuar më parë, ndjenja që vinte nga pranimi i ndjenjave dhe guximi për të qenë të ndershëm ndaj tyre. Petra, tha Leonardo, duke ndalur për të shikuar fytyrën e saj të ndritshme. Nuk kam besuar kurrë se mund të ndjej diçka kaq të fortë për dikë. Ti më ke ndryshuar. Petra e shikoi për një moment, duke buzëqeshur lehtë. Leonardo, gjithçka që bën tani tregon kush je. Nuk ka më rëndësi e kaluara, vetëm e tashmja dhe ajo që zgjedh të bësh. Ai e mori dorën dhe e mbajti ngrohtësisht. Do të bëj çdo gjë që të bëj të lumtur dhe të ndjej të njëjtën siguri që ti më jep çdo ditë. Nuk ka pasuri, nuk ka fuqinë që të krahasohet me këtë. Petra buzëqeshi, ndjer ngrohtësinë e ndjenjave të Leonardos. Ajo kuptoi se ky nuk ishte thjesht fundi i një historie, ishte fillimi i diçkaje të bukur dhe të qëndrueshme. Një lidhje e bazuar mbi respekt, ndershmëri dhe dashuri të vërtetë. Ditët vazhduan dhe sfidat e vogla të jetës nuk munguan. Por Leonardo dhe Petra kishin mësuar të përballeshin së bashku, të ndihmonin njëri tjetrin dhe të mos lejonin asnjë pengesë të shkatëronte atë që kishin ndërtuar. Një problem i vogël, biznesi apo një kujtesë së kaluarës nuk kishte më fuqinë për t'i ndarë. Një mbrëmje, ndërsa dyqani ishte i mbyllur dhe rruga ishte e qetë, Leonardo e ftoi Petrën të dilnin jashtë, ku drita e perëndimit të diellit shndërronte qytetin në një spektakël ngjyrash. Ai e shikoi drejt syve dhe për herë të parë pa turp, e shprehu ndjenjat e tij. Petra, dua të kem pranë çdo ditë të jetës time. Do të bëj çdo gjë që ti të ndihesh e sigurt, e lumtur dhe e dashur. A do të pranosh të jesh partnerja ime në çdo hap? Petra ndjeu një emocion të fortë që i mbushi zemrën. Ajo kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një deklaratë dashurie, ishte një premtim për të ndërtuar diçka të përbashkët. Të vërtetë dhe të fortë, po, Leonardo, tha ajo, duke e kapur dorën. Do të jem pranë teje, jo për pasuri, jo për status, por për ty, për atë që je vërtet dhe për atë që mund të bëhemi së bashku. Në atë moment, gjithçka u bë e qetë dhe e bukur. Dy njerëz që kishin filluar me sfidë dhe tension, kishin arritur të gjenin një lidhje të sinqertë dhe të qëndrueshme. Një lidhje që nuk mund të blihej, nuk mund të detyrohej, por që lindte nga respekti, guximi dhe dashuria e vërtetë. Leonardo dhe Petra, përballë çdo sfide dhe çdo pengese, kishin bërë zgjedhjen më të rëndësishme, të besonin tek njëri tjetri dhe të ndjenin pa frikë. Dhe kështu filloi një kapitull i ri, ku pasuria dhe fuqia nuk kishin më rëndësi, rëndësi kishte zemra dhe ndershmëria që mbante gjithçka bashkë.